Sanxhaku po zgjohet. Në një postim emocionues në rrjetin social Facebook, aktivistja shqiptare nga kjo trevë, Amina Nuraj, ka shpërndar një video simbolike ku shihen burra shqiptar duke hedhur valle tradicionale të veshur me plisa në tokën e tyre, pa frikë të patrembur nga autoritetet serbe. Kjo pamje e fuqishme vjen si shprehje e krenarisë kombëtare dhe e një rezistence kulturore që nuk është shuar as përballë presioneve historike. Ndoshta kam vuajtur shumë frikë, ngacmim dhe refuzim, por ja vleti, deri para 12 vitesh nuk na lejohej të thoshim se kush jemi dhe çfarë jemi, ndërsa sot po i vëm plisat përsëri në kokë, siç bënin dikur para arsit tanë, shkruan ajo në postimin që është shpërndar me mijëra herë në rrjetet sociale. Nura e përmbylli postimin me një deklaratë fortë që ka zgjuar emocione të thella në mbar hapësirën shqiptare. Kjo luftë nuk do të ndalet derisa flamuri shqiptar të valvitet përsëri lirshëm mbi Novi Pazar dhe Sanxhak dhe derisa të përfundojmë amanetin e Aqif Blytes. Kjo referencë ndaj figurës historike të Aqif Blytes, një nga udhëheqësit më të njohur të shqiptarëve në Sanxhak gjatë shekullit të 20, nënvizon vazhdimsi në një kauze që nuk është harruar. Për shumë shqiptarë në Sanxhak kujtesa historike është një burim force dhe frymëzimi për ruajtjen e identitetit kombëtar në një realitet shpesh të vështirë. Vetëm disa ditë para këtij postimi, një tjetër ngjarje troqi vëmendjen, po aktivisti Amina Nuraj kishte publikuar pamje nga një ndeshje futbolli ndërmjet Novi Pazarit dhe Partizanit të Beogradit, ku dëgjoheshin tifozët vendas duke kënduar me krenari kore në mbështetje të rënjve të tyre shqiptare. Nuk do ta merrni kurrë me Kosovën, tharrisnin të rinj nga tribuna në një sfidje që i kalonte sportin dhe shndërrohen në një akt simbolik për përkatësinë dhe dinjitetin e tyre. Novi Pazari është zemra e Sanxhakut. Ai ka qenë gjithmonë një qendër e rëndësishme për shqiptarët e kësaj treve, megjithatë për dekada të tëra, identiteti i tyre është përballur me përpjekje për asimilim, shtypje dhe mohime sistematike. Në një kohë kur presionet politike e sociale ende ekzistojnë, këto shfaqje publike dhe identiteti shqiptar vijnë si një formë guximi dhe përballjeje. Zëri i rinisë shqiptare në Sanxhak po bëhet gjithnjëherë më i dëgjueshëm në rrjetet sociale, në sheshe, në stadiume dhe në jetën publike, ndërsa simbolika e plisave, valleve dhe flamurit kuqezi rikthehet me krenari, është e qartë se brezat e rinj nuk po heqin dorë nga trashëgimia e tyre. Kjo valë e re e vetdijes kombëtare nuk është më vetëm një kujtim historik, ajo është një realitet që po merr formë çdo ditë, në çdo hap të guximshëm dhe në çdo zë që nuk është më. Sanxhaku po flet dhe po e bën me krenari shqiptare. Shpesh kemi dëgjuar thirrjet Kosovar-Serbi nga tifozët serb, por tashmë surpriza e madhe vjen nga djemtë e Sanxhakut. Në një kohë kur nacionalizmi serb ende mbizotëron në shumë stadiume të Ballkanit dhe thirrjet Kosovar-Serbi janë bërë të zakonshme nga tifozët serb, një zë i papritur dhe tepër i fuqishëm u dëgjua nga Sanxhaku. Gjatë ndeshjes së futbollit midis Novi Pazarit dhe Partizanit, tifozët vendas shqiptar të Sanxhakut janë dëgjuar duke brohuritur me zë të lartë, kur nuk do ta merrnin Kosovën. Pamjet janë publikuar nga aktivistja shqiptare nga Sanxhaku Amina Nuraj në llogarinë e saj në Facebook, ku dëgjohen qartazi zërat e rinisë që brorasin kundër pretendimeve serbe ndaj Kosovës. Ajo shkruan thjesht: "Djemt nga Novi Pazari, sot në ndeshjen Novi Pazar Partizan." Por këto fjalë kanë vlerë në një mesazh të fuqishëm që përçon krenari, qëndres dhe një frymë të papritur solidariteti për çështjen shqiptare. Ky akt i tifozëve nga Sanxhaku, të cilët tradicionalisht janë bosnjakë shqiptar të asimiluar, përbën një kthesë emocionuese për çdo shqiptar. Në një stadium ku pritej tension, ku historia e rëndë e Ballkanit zakonisht merr formën e këngëve urrejtëse, papritur dëgjohet një thirrje që shkon zemrat, një deklarim publik i guximshëm dhe krenar në mbështetje të Kosovës. Për vite me radhë shqiptarët kanë parë në Sanxhak një tokë vëllazërore, njohur mes Kosovës dhe Bosnjës, një vend me ndjeshmëri të afërta kulturore e fetare, por shpesh në rrjetat e tranzicionit politik dhe presioneve nacionaliste, kjo ndjeshmëri ka mbetur në heshtje. Sot, me këtë video, ajo heshtje është thyer. Thirrja kur nuk do ta merrni Kosovën nuk është vetëm një refuzim i pretendimeve territoriale të Serbisë. Ajo është një mesazh i fuqishëm për të gjithë rajonin,
është dëshmi se e vërteta për të drejtën e Kosovës nuk është vetëm shqiptare, por e pranuar dhe e ndarë nga popujt të tjerë që ndjen të lidhur me drejtësinë dhe lirinë. Reagimet kanë qenë të shumta dhe pozitive në rrjetet sociale. Shqiptarët anë kënd Kosovës dhe Shqipërisë janë shprehur të prekur dhe krenar për këtë akt simbolik që vjen nga një vend ku rrallë dëgohet zëri i hapur për Kosovës. E papritur dhe jashtëzakonisht e bukur, djemt shqiptarët të Sanxhakut janë me ne, shkruan një përdorues në Facebook. Ky është një mesazh që na duhet sot më shumë se kurrë, bashkim, solidaritet dhe trimëri, thot një tjetër. Ajo që e bën këtë akt edhe më të fuqishëm është fakti se ai ndodh në një mjedis të ndjeshëm politik e etnik siç është Novi Pazari. Të dalësh në një stadium ku historia e dhimbshme e rajonit ende jeton në kujtesën e njerëzve, e të bërë rasësh për Kosovën kërkon guxim, kërkon bindje të thellë se liria është më e fortë se frika dhe se drejtësia nuk njeh kufi as heshtje. Në këtë kohë kur politika shpesh dështon të ndërtojë ura bashkëpunimi mes popujve, janë pikërisht veprimet spontane të qytetarëve, të rinisë, të njerëzve të zakonshëm që përçojnë shpresë. Djemt shqiptarët të Sanxhakut me thirrjen e tyre, jo vetëm që ndalin për një çast propagandën e zakonshme nacionaliste, që shpesh dominojnë stadiumet në Serbi, por sollën një rrezë dritë në një hapësirë ku rrallë ka ndodhur diçka e tillë. Ky akt nuk duhet të kalojë pa vlerësuar dhe përqafuar, jo vetëm si një qëndrim politik, por si një gjest njerëzor që forcon ndjenjën kombëtare shqiptare për te kufive zyrtare, sepse çështja e Kosovës nuk është vetëm e Kosovës, por e çdo shqiptari që e ndjen veten pjesë të një kombi që për shekuj ka luftuar për dinjitet dhe liri. Thirrja e tifozëve të Novi Pazarit është një kujtesë e fortë se ka ende dritë në Ballkan, se të rinjt e rajonit mund të ngrihen nga ndarjet etnike dhe të zgjedhin të jenë në anën e së drejtës, dhe e drejta është e Kosovës, është e shqiptarëve që duan të jetojnë të lirë në paqe dhe dinjitet. Në fund të ditës një brohoritje e tillë nuk është thjesht një fjali, është një akt dashurie, një gjest i guximshëm që meriton respekt dhe falënderim.